Mbrëm ka marrë flak një kuti ormacëve të rrymës në rrugën Prohorpçinski të Çajirit. Kjo ka bërë që një pjesë e banorëve të kësaj lagje të ngelin pa energji elektrike. Banori i kësaj lagje, Dragan Tasić, thotë se kjo ngjarje ka qenë shqetësuese pasi që zjarfiksit ishin vonuar gati një orë derisa kishin bërritur në vend ngjarje. Ai theksoi se në këtë lagje vazhdimisht ka probleme me tensionin e rrymës. Non stop si ima problemi ovdje. Čim izvadi sati te natvor non stop problemi ima. Vazhdimisht këtu ka probleme me tensionin e rrymës, prej se i kanë nxjerrë orëmacësit në kuti rreth rrugës. Ky sistem pilot i EVN-s që kanë nxjerrë orëmacësit nga shtëpitë ka paraqitur probleme të vazhdueshme në këtë zonë. Pse në pjesën andej lumit Vardar nuk kanë nxjerrë orëmacësit jashtë, por i kanë nëpër shtëpi, sepse neve na llogarisin kategoria e dytë e qytetarëve. Nga kompania EVN Maqedoni theksojnë se mbi ngarkesa e rrjetit të vjetërsuar në atë pikë të shpërndarjes ka shkaktuar zjarrin. Nëse na lejojnë të rikonstruojmë rrjetin e shpërndarjes në atë zonë, më nuk do të kemi probleme as ne si kompani e as konsumatorët dhe do të ketë furnizim të sigurt. Një pjesë e qytetarëve në atë vend banip nuk na lejon të rinovohet rrjeti për furnizim normal. Me këtë do të vendoset rendi në furnizim të sigurt të energjisë elektrike, kontrolli i shpenzimeve dhe evitimi i vjedhjeve të mundshme. Nga kompania EVN Maqedoni thonë se me problemet e tilla po ballafaqohen shpesh në zonat e mbipopulluara në të gjithë vendin, sidomos në këtë kohë të ftohtë kur shpenzimi i energjisë elektrike është rritur.